Se pari më leja me të përgëzu se je uzeri I parë që s'vjen me shoh edhe e ki këndvështrimin shumë interesant për lojën e Bigut. Pse është interesant? Se po hyri limi bëhet mjaftu shumë interesant, se duhet me pa apo shkon te Bia te ish femra, apo shkon te Alba te ish femra, apo shkon te në ajo tjetër aty mos me kap në Benita, në Eliona, në Kosovo ka femra boll bukur aty, Dolce Dona, sanon edhe po shihet qartë që asnjëna nuk e kanë qash problem sa thëshin klip, inshallah dal single dhe kështu, nuk e kishin problem, jo. Femrat dominojnë sinqerisht edhe po do duhet me ardhë disa mashkuj, nuk mendoj që Limi është super lojtar, po duhet me ardhë disa mashkuj që I trazojnë pak ujrat, në këtë rast Limi do t'i trazonte ujrat, duke e di që I ka dy eksa, dy isha brenda aty. Loja po shumë interesant, pak konkurrencë për ata që për shembull rastin e Edit që po këshiru me kap në femën. Faleminderit shumë për komentin, sinqerisht, I shoh komentet e mira.